Enver Hoxha është një nga figurat më të errëta dhe më misterioze të historisë shqiptare. Jo vetëm sepse drejtoi për dekada një regjim që e kishte të vërtetën armik, por sepse edhe jeta e tij personale mbetet, edhe sot, e mbuluar me pikpyetje. Misteret nisin që në rininë e tij. Ende sot nuk dihet me saktësi se çfarë formimi kishte realisht Enver Hoxha, çfarë aktiviteti zhvilloi në vitet e studimit jashtë vendit, dhe sa i vërtet ishte imazhi i tij si revolucionar i hershëm. Vetë ai, në kujtimet e tij, e përshkruan këtë periudhë si një rrugë të mbushur me angazhim politik, por pa dhënë kurrë prova konkrete apo përmasa reale të këtij aktiviteti. Një pyetje mbetet e hapur. Pse Enver Hoxha nuk e sulmoi kurrë drejt për drejt mbretin Zog dhe aparatin e tij të sigurisë, ndryshe nga urrejtja që shfaqi më vonë për çdo kundërshtar tjetër? Po ashtu, nuk është sqaruar kurrë pse ai nuk kreu shërbimin e detyrueshëm ushtarak, një detyrim ligjor për çdo qytetar të asaj kohe. Misteret vazhdojnë me mënyrën se si Enver Hoxha u vendos në krye të Partisë Komuniste. Në themelimin e saj, ai nuk u caktua zyrtarisht si drejtues, por pak kohë më pas u shfaq si lider absolut. Sa ndikim patën jugoslavët në këtë ngritje të shpejtë? Kjo mbetet një nga enigmat më të mëdha të historisë politike shqiptare. Një tjetër hije e rëndë është vrasja e Qemal Stafës. Urdhri që ai të shkonte në Vlorë, fakti që vendodhja e tij dihej nga shumë pak persona dhe heshtja totale gjatë regjimit komunist, kanë ushqyer dyshime të forta se vdekja e tij nuk ishte thjesht rastësi. Deri sot, kjo ngjarje nuk është zbardhur plotësisht. Pas marrjes së pushtetit, Enver Hoxha nisi pastrime të pamëshirshme. Bashkpunëtor të afërt u shpallën armiq, u dënuan ose u eliminuan. Marrëdhëniet me Jugosllavinë u prishën, më pas me Bashkimin Sovjetik dhe më vonë edhe me Kinën. Shqipëria u izolua plotësisht. Refuzimi i planit Marshall është ende sot një vendim i pashpjeguar qartë, që ndryshoi rrjedhën ekonomike të vendit për dekada. Një nga misteret më intriguese lidhet me sigurinë e Enver Hoxhës. A kishte ai sozi? Dëshmitë e ish-punonjësve të sigurimit flasin për disa persona që përdornin rrobat e tij gjatë udhëtimeve, për të hutuar çdo tentativë atentati. Autokolonat lëviznin pa zhurmë, rrugët bllokoheshin dhe gjithçka mbahej në fshehtësi ekstreme. Asnjë nga këta sozi nuk shfaqet kurrë në fotografitë zyrtare. Po ashtu, dokumente perëndimore flasin për plane anglo-amerikane për rrëzimin e regjimit të Hoxhës. Operacione të fshehta, grupe desante dhe bashkëpunim me emigracionin shqiptar u organizuan për vite me radhë, por dështuan. Arsyet: infiltrimi i shërbimeve sekrete shqiptare dhe rrjedhja e informacionit nga brenda. Në fund, misteri i fundit është vdekja e tij. Sëmundjet e Enver Hoxhës u mbajtën të fshehta. Ai kishte pësuar hemorragji cerebrale, infarkt dhe kishte humbur shikimin, por publiku nuk u informua kurrë. Vdekja e tij u mbajt e fshehtë për 2 ditë dhe u njoftua zyrtarisht më 11 prill 1985. Sot, dekada pas vdekjes së tij, shumë pyetje mbeten pa përgjigje. Enver Hoxha mori me vete në varr jo vetëm pushtetin absolut, por edhe misteret më të mëdha të historisë moderne shqiptare.